Mirësërishje miq sërish përmes pyetjeve, përmes përgjigjeve, përmes këtij komunikimi I cili jam I sigur do t'ju jap shumë orientime rreth një agjërimi sa më të plot, një shëndeti sa më të mirë dhe pse jo dhe një eficiencë sa më të lartë në përditshmërinë tuaj, në punën tuaj, pasi në takimin e fundit kuptuam se në Ramazan nuk I mungon asnjë njeriu, madje edhe shumë aspekte të punës, të pasionit dhe të argëtimit të tij, siç ishte palestra gjithmonë. Hoxh mirë se vini. Jemi sërish së bashku, Zoti shpërblet që keni këtë gatishmëri për të qëndruar edhe me ne me pyetjet Shkënësi jemi bashk. Hoxh, ne do të ndalemi sërish në disa aspekte që lidhen, po themi, me shëndetin e njerëzit. Na ndodh që gjatë këtij muaji do të na duhet që të marrim analizat e gjakut. A e prish agjërimin marrja e analizave të gjakut? Nuk e prish agjërimin në opinionin më të saktë dhe më të drejtë, sepse është diçka shumë e thjeshtë, shumë pak dhe nuk përbën fare problem, domethënë. Sepse jemi në këtë rast që marrim gjak dhe nuk japim. Dhe nuk marrim, por nëse marrim gjak. Atëherë këtu kemi dy gjëra, dhënia e gjakut në Ramazan. Dhënia e gjakut në Ramazan nuk është e këshilluar në Islam, për shkak të dobësisë që shkakton tek njeriu dhe njeriu sugjerohet që mbas dhënies gjakut të ushqehet me diçka të marrë diçka. Kur thon Ramazan gjatë kohës së agjërimit. Po, në Ramazan me kuptimin gjatë kohës së agjërimit, nga agimi deri në perëndim. Ndërsa mbas iftarit nuk ka asnjë problemi, mund të japi gjak. Pse bëhet kjo? Sepse thuhet kjo sepse e dëmton. Pra, njeriu dobësohet me dhënien e gjakut dhe përveç se nëse ka rrezik të jetës dikujt edhe nuk ka hapësirë tjetër vetëm se në moment. Është I vetmi person që kjo është gjë tjetër. Pastaj nëse reziston, kur I thon hallalli qoftë, nëse nuk reziston le ta prishin, nuk ka problem fetarisht domethënë. Për këtë arsye nuk preferohet që dhënia e gjakut të jetë gjithmonë mbas perëndimit diellit, pra mos I është çelur deri në agim, pra deri nga iftari deri në syfyr dhe jo nga syfyri deri në iftar. Ndërsa marrja e gjakut, nëse është diçka e nevojshme, pra që njeriu e merr se ka pasur një aksident edhe duhet ta marrë etj, nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht, edhe nëse e merr për tu forcuar, thjesht ndjen dobësi edhe do të marrë gjak, atëherë kjo e prish agjërimin. Nuk patëm mundësi herën e fundit që të flasim për pa themi aspektin e gojës, siç janë shkuarat e dentisti. Pra, nëse shkojmë, edhe kjo është nga pyetjet që më shumë të bëhen. Po e marrim që në fillim, pra nëse shkojmë thjesht për një kontroll rutinë. Thjesht është një kontroll, pra nuk bën as diçka, thjesht një kontroll, po ndoshta ato pajisjet futen në gojën. Asnjë lloj problemi nuk bën fetarisht. Asnjë lloj problemi, edhe pse mund të aktivizon gjendrat e bështymës për shkak të aromës apo diçka, nuk përbën asnjë lloj problemi. Mjekimi I dhëmbëve dhe këtu kemi situatën kur duhet bëhet fillimisht një mbirje, një injeksion. Okej. Nuk përbën asnjë lloj problemi. Pra ajo gjilpëra e mbirjes, siç themi ne, nuk anestezia pra lokale që bëhet me rastin e rregullimit të dhëmbëve nuk e prish agjërimin. Gjatë mjekimit të dhëmbëve ose gjatë heqjes së dhëmballës apo të dhëmbit, shpesh përdoren medikamente, aty ka dhe ujë shpesh, I cili mund të kaloj fytin. Atëherë e para, domethënë pastrimi I gurzave, rregullimi, mbushje, të gjitha këto nuk e prishin. Heqja e dhëmbit nuk e prish edhe pse ka gjak, edhe pse ndoshta gjaku mund të shkojë pa dashje poshtë, ose një moment caktuar gjatë ditës ne jemi detyruar ta çojmë gjakun e heqjes dhëmbit poshtë, prapë edhe kjo nuk e prish agjërimin. Vim tek uji që mund të kapërcejë, si më thon pa dashje, domethënë gjatë punës, mund të kapërcejë, nuk e prish agjërimin sepse nuk është bërë me dashje. Gjatë ekzaminimeve mund të ndodhë që duhet të bëjmë eko, të bëjmë skanera, të bëjmë, po themi, të futemi në ato pajisjet, ose do të marrim nga ato lëngjet që bëhet për skaner për shembull. Po, ka skaner që bëhen me kontrast. Sa kujtoj. Po, nuk prishet agjërimi, as nga të gjitha këto nuk ndikojnë në saktësinë e agjërimit. Pra agjërimi është I saktë, lejohet që të bëhen më qartë. Okej, shpesh sondat janë një element, po themi, diagnostikimi, të cilat futen në trupin e njeriut. Ato çfarë gjykimi kanë? Nuk e prishin agjërimin sepse nuk është lëndë ushqyese. As sonda, as kolonoskopia nuk e prish. Kolonoskopia absolutisht që s'ka lidhje fare, nuk ndikon fare. Suposti mund të jetë një medikament që përdoret në situata emergjente. Po, nuk e prish agjërimin.
nuk e prish agjërimin sepse nuk është nga rrugët e të ushqyerit. Okej, tjetër kemi nuk e di ndoshta termin profesional, po aerosoli është ky avulli që merret për të liruar rrugët e frymarrjes. Çfarë gjykimi ka ai? Nuk lejohet. Ose në kushte shtëpie mund ta përdori me gjethe dafine. Po. Edhe kam parasysh nuk lejohet sepse futet diçka, pra le të themi në brendësi të trupit nëpërmjet rrugëve të frymarrjes, nëpërmjet rrugëve të ushqyerit, kështu që është problem, përveç se ka shkuar situata aty ku nuk ban më, domethënë atë është çështje tjetër, përndryshe nuk lejohet. E ngjashme me këtë është dhe për personat astmatik përdori një lloj pompe në situata të caktuara. Nuk përbën asnjë lloj problemi, pompa e astmës nuk e prish, edhe pse depërton diçka, po është e nevojshme, sepse është diçka që nuk është me dëshirë, domethënë mungon ajo që themi ne dëshira e njeriu. Diabetikët janë një kategori gjithashtu e rëndësishme, të cilët kanë medikamente. Mund të mbajnë agjërim edhe pse marrin. Tani ata janë disa nivele, me sa di. Nuk e prish, pra marrja e insulinës nuk e prish agjërimin, edhe pse fut diçka, sepse nuk po e fut nëpërmjet rrugëve të ushqyerit, kështu që nuk e prish agjërimin. Injeksionet, serumet janë të ndryshme. A ka një gjykim për të gjitha? Pra ka për atyre që janë, po themi, mpirse, ka për atyre që janë antibiotik, janë ilaçe që janë edhe ushqyese. Po, medikamente të ndryshme. Atëherë për sa i përket le të themi injeksioneve, klasifikohen çfarë është ushqyese dhe forcuese, pra e panevojshme dhe njeriu e merr thjesht për të marrë forcë, për të marrë energji, e prish agjërimin. Në momentin që është diçka që është ilaç, preparat mjekësor që njeriu e fut në trupin e tij për të luftuar një infeksion apo për një problem tjetër, nuk prishet agjërimi. Përmes injeksioneve. Ndërsa serumi është dy llojesh, serumi le të themi ushqyes, serumi forcues, kjo e prish, dhe ka një lloj serumi që merret për të shoqëruar antibiotikët e mëdhenj. Në këtë rast nuk prishet sepse është për shkak të ilaçit, për shkak të preparatit. Ndoshta ky nuk është ushqyes vetvete. Ndoshta ky është serum jo ushqyes. Apo jo, në spital, sepse kam bënë re vetë, domethënë që kur ka antibiotik të fortë të mëdhenj, ata e fusin nëpërmjet një serumi. Pra nuk e fusin direkt në trupin e njeriut, po e fusin nëpërmjet një serumi. Pra nuk është serumi në këtë rast ushqyesi drejt për drejt, apo nuk po përdoret si për dhënë forcë, po përdoret për shkak të një medikamenti, kështu që nuk ka problem në këtë rast. Dushi, larja gjatë kohës që jemi agjërueshëm, është i pëlqyer, është i ndaluar, lejohet. Gjykimi islam është se lejohet. Pavarësisht se njëri mund ta bëjë me qëllimin për të freskuar apo nuk përbën asnjë lloj problemi, domethënë fetarisht. Për këtë arsye në librat e hershëm e gjejmë kështu, thotë, a lejohet thotë që njeriu të futet në një fuqi me ujë gjatë agjërimit. Pra me kuptimin se ai indirekt po freskohet, pra nuk përbën asnjë lloj problemi. Atë gjatë kohës së verës dikush mund të futet në lumë ose në det. Pa nuk përbën asnjë lloj problemi, po. Okay. Po nuk përbën asnjë lloj problemi, pa nuk prishet agjërimi. Po mirë, nëse gjatë notimit mund futet diçka në gojë, prap nuk prishet agjërimi sepse ai nuk e pati qëllim në vetvete, pra nuk e kishte ai synim këtë gjë. Po ndoshta nuk është, pa ka gjëra që nuk janë të ndaluara, nuk janë haram, po ndoshta më mira do ishte që ti shmangnim këto situata në muajin e Ramazanit. Është punë për shkak nëse tani ne për ndimër jemi ti shmangim, po kur është verë është kohë e gjatë dhe njeriu mund të ketë dalë me familjen, mund të jetë diku, domethënë çfarë do të bëjë në bregdetit, vlladitet. Hoxh, pasionet janë nga më të ndryshmet. Në verë mund të jetë plazhi, po në dimër një pjesë zgjedhin saunat ose pishinat e brendshme, ose pishinat e mbyllura. Çfarë gjykimi kanë këto? Nuk e prishin agjërimin, edhe pse ka aty ngrohtësi ose nxehtësi, nuk prishet agjërimi. Ginekologjia është një aspekt i cili vlen që të diskutohet. Çfarë po themi prishet dhe çfarë nuk prishet gjatë ekzaminimeve absolutisht ginekologjike. Nuk ka asgjë, as ekot, as le të themi ekzaminimet që mund të bëhen, domethënë nga ana e mjekës specialiste, për shembull në rastin e grave që mund të ketë ndoshta edhe prekje apo ndërhyrje, nuk përbën asnjë lloj problemi sepse nuk ka lidhje fare, domethënë. Sportistët janë një kategori e cila duhet që të mbajë veten në formë të vazhdueshme dhe madje duhet që të arrisin eficiencën e tyre.
A ka diçka që në këtë muaj duhet i kufizon? Faktikisht unë me futbollistët kam eksperiencë të veçantë se shumë prej shokëve, prej vëllezërve domethënë janë futbollistë, edhe hasim në këtë pyetje. Futbollistët janë disa kategori. Ka për atyre që nuk janë rezident, pra janë të ardhur nga vende të ndryshme apo nga shtete të ndryshme. Të gjithë këta i kanë tolerancat e mos agjerimit. Se këta konsiderojnë udhëtar. Udhëtar ka disa lehtësime që ndoshta do duhet që ti trajtojmë takë. Po, i trajtojmë. Kështu që e para gjë kjo. E dyta gjë, domethënë futbollistët që janë vendas, atëherë këta duhet të çdo ditë të bëjnë niyetin e agjerimit. Kjo vlen edhe për punët e rënda njësoj. Pra çdo ditë ta bëjnë niyetin e agjerimit, çohen për syfyr si të gjithë të tjerët. Pastaj nëse gjatë ditës nuk munden më të vazhdojnë, ju lejohet që ta prishin agjerimin. Pra ka tolerancë në pamundësi. Kjo vlen edhe për punë të rënda, pra dikush që ka le të themi punë të rëndë krahu, punë të rëndë që domethënë i nevojitet shumë energji, ky person çdo ditë e nis agjerimin normalisht dhe nëse arrin në një fazë që nuk e plotson dot më, atëherë lejohet që ta prishin, sepse kemi atë rregullin që themi, që kemi thënë gjithmonë, shëndeti dhe jeta e njeriut është më e rëndësishme se gjithçka. Dializa është gjithashtu një aspekt i cili përfshin një kategori që duhet ta bëjmë në mënyrë permanente. Cila është këshilla juaj për ata të cilët janë besimtarë dhe duan që të mos humbin asgjë nga sevapet e shpërblimi? Nuk humbin asgjë nga sevapet e shpërblimit, nuk të humb Zoti asgjë. Kështu që le të ndjekin këshillat e mjekëve, domethënë në agjërim apo në mos agjërim. Pra, nëse mjeku i thotë që mund ta agjërosh, le ta agjëroj, nëse mjeku i thotë mos agjëro, mos ta agjëroj, edhe ti je i sigurt se sevapin pra shpërblimin që themi ne, ai ka për ta marrë tek Zoti, sepse Zoti e din që ky person ka një arsye që nuk po agjëron. Kështu që as nuk ka pse të ndjen, domethënë nuk ka pse të ndjen keqardhje, sepse Zoti siç ka sjell obligimin, ka sjell edhe tolerimin. Për gjithë ata të cilët duke qenë se jemi te kategoria e personave që kanë probleme me shëndetin e tyre. Gjithë ata të cilët ndoshta për shkak të problemeve me shëndetin nuk e kanë atë eficiencë, nuk e kanë atë gjallëri, a kanë më shumë sevap apo kanë më pak sevap? Sa më e madhe ti të vuajtja e njeriu apo siç thoni ju, domethënë mundimi i njeriu aq më i madh është shpërblimi dhe sevapi. Pra ti je i sigurt se njëri i cili le të themi vuan gjatë agjërimit e ka shpërblimin shumë më të madh sa një që nuk vuan fare gjatë agjërimit. Ka një thënie profetike, shpërblimi është sipas mundit që derdh njeriu. Kështu që një që domethënë për të ndaluar nga diçka mundohet më shumë e ka shpërblim më të madh, nëse dikush do të bëjë një urdhëresë dhe derisa ta bëjë atë e ka mundin më të madh, e ka shpërblimin më të madh, nuk ka dyshim për këtë, sepse është fjala profetike që shpërblimi është me mundin. Pra sa më i madh jetë mundi, jo duke u munduar kot dhe me zor, po kur është mundi i vërtetë. Pra është një lloj sprove, një lloj provimi, një lloj testi nga Zoti. Pra dikush i cili ndoshta gjatë rinisë të tij ose për një periudhë të gjatë është munduar që ta agjëroj çdo ditë Ramazanit, të fal çdo natë teravit dhe të bëj maksimumin e tij. Vjen një moment që ritmi i jetës së tij për shkak të aspekteve shëndetësore ose të moshës ndryshon. Zoti nuk humb asgjë, tek Allahu nuk humb asgjë. Për këtë arsye thoshte profeti alayhis salam, shfrytëzo 5 gjëra para 5 gjërave, dhe një nga gjërat që përmendi ishte shfrytëzo rinin para pleqërisë. Shfrytëzo shëndetin para se të smuresh, shfrytëzo kohën e lirë përpara se të angazhohesh. Pra janë disa gjëra që njeriu duhet t'i bëj mirë, se në momentin që ka një arsyetim fizik apo angazhim apo diçka tjetër, Zoti nuk ja humb sevapin edhe shpërblimin. Unë të doja që të pyesja për diçka tashmë, se kam frikë se mund ta anashkalojmë, është pjesa e tregtarëve, të cilët shpesh ju duhet atje gjatë tregut të reklamojnë, të përfshihen, po themi, në biseda që mes tyre jo gjithçka është e vërtetë. Pra reklamimi e ka këtë aspekt. Çfarë duhet bëjnë ata në Ramazan? Tani shpesh thonë ky është malli më i mirë, është më e lira, më mirë se këtu s'ka për të gjetur, ku diun aspekte që mund t'i përdorin tregtarët. Ka ca gjëra që ka një farë tolerancë, domethënë, por ka ca gjëra që nuk tolerohen, kur mashtrohet, kur paksohet, domethënë haku i tjetrit, kur gënjen për origjinën e mallit, kur nuk ja tregojnë mangësitë që ka malli, të gjitha këto pastaj për çfarë po agjërojmë? Pra një tregtar
mund të jetë shumë afër Zotit, po mund të jetë shumë larg Zotit. Nëse ecën me ndershmëri, me pastërti është shumë afër Zotit. Nëse nuk ecën me ndershmëri dhe me pastërti është larg Zotit. Për këtë arsye ka një fjalë profetike tha: "O ju tregtar, ju të gjithë jeni të shthurur, përveç atyre që flasin drejt dhe tregojnë sinqert." Pra në origjinë tregtia e ka këtë rrezik që mund të përfshijë në ato fjalët që thetë nuk është se kanë gjë të madhe, malli më i mirë, zgjedh më mirë, nuk ka gjithë problemi është kur ti, domethënë, kur ka mashtrim të qartë aty. Po, kur ka mashtrim, kur ka hile të qartë, është problem pastaj. Ose përdorimi i betimit pasha Zotin nuk shuhet. Po pse përdor Zotin? Mos e përdor Zotin. Shite mallin, bëj reklam mallit, mos gënjem, mos mashtro, pastaj risku është furnizimi është në dorë të Zotit. Pra ne nganjëherë mendojmë se ne do të jemi ata të cilët do ta sjellim furnizimin, ndërkohë që ti me të vërtetë mund të fitosh shumë, po i lë gjitha ilaçe. Fëmia nuk të bindet të del dush fëmia jote, do thotë se nuk e ke me halal atë fitim. Kështu që më mirë, domethënë, rrike pastërtia, rrike sinqeriteti, rrike drejtësia, se atë që fiton edhe ndoshta nuk është shumë sa çkan le të themi të tjerët afër teje, por ti jesh i sigurt se ajo jote do të jetë e bekuar nga Zoti. Mirë, përmes kësaj pyetje ne hapëm një shtek tjetër që lidhet me pasurinë, me sadakan, me fitimin halal, me punën halal, me situatat kur gjërat janë, po themi, të përfshira dhe nuk janë në dorën tonë. Ne jemi në Ramazan, po ne gjithmonë duhet të jemi të kujdesshëm për halalin, për haramin, për atë që fusim në shtëpinë tonë, për fitimet, gjithçka, po sidomos në Ramazan, kujdesi duhet të jetë edhe më i madh, sepse për çfarë po agjërojmë? Pra vjen tek ajo pyetja e emisionit të parë, për çfarë po agjërojmë? Pse po agjërojmë? Pra kjo është ajo pyetje që duhet na shoqëroj vazhdimisht, po gjithsesi ne do t'i dedikojmë një podcast të veçantë pjesës së pasurisë, pjesës së sadakas, pjesës së fitimit, të halalit, të haramit. Unë falenderoj shumë hoc, Zoti shpërblet. Miq, këto ishin minutat e podcastit sotëm, folëm për shumë aspekte shëndetësore, për shumë aspekte, po themi, të përjetimit të Ramazanit, po janë dhe shumë të tjera të cilat do t'i dëgjojmë në takimet në vijim, kështu që qëndroni me ne, do të jemi sërish me pyetjet tuaja dhe me përgjigjet e Hoxha Ahmet Kalaja. Miru takofshim.